Kam luajtur kundër Manchester United në Kupën e Evropës. Është një eksperiencë nuk mund të rikthehet, e pabesueshme. Janë çaste që janë pabesueshme. Mund të them që kam shënuar në një vit më shumë kam bërë 12 gola në një sezon, që është shumë për mua, sepse nuk ka synuar. Është nesër më dhimbshme që nuk e harroj kurrë. Jam karakter i tillë që nuk dorëzoj lehtë. Kam shumë simpati, nuk e thash, për Zhegrovën. Ky është një lojtar që ka qenë personalisht e ka përzgjedhur Fadil Vokri. Do të thënë është lojtari i tij. Faleminderit për intervistën dhe për interesimin që keni ardhur këtu. Unë jam Salvador Kaçaj, jam lindër rritur në Shëngjin. Në moshën 10 vjeçare me kanë përzgjedhur në shkollën e futbollit dhe nga aty kam vazhduar karrierën për shumë vitesh. Kam luajtur rreth 20 vite futboll profesionist. Ndër këto vite kam luajtur 10 vite në Greqi, në shumë ekipe të Greqisë dhe në Kipër. Pas që kam lënë futbollin dhe kam lënë karrierën e sportit, në vitin 2002-2003 kam marrë dhe jam marrë më shumë me themi politik, po me pushtetin vendor. Dhe jam zgjedhur kryetar i Shëngjinit, ku mendoj që kam bërë një punë konsiderueshme ose kam lënë një gjurmë të përjetshme në Shëngjin me lungomarën që i kam bërë emrin e presidentit SBA-s Wilson. Tregoni çu kujtoni fillimin tuaj në futboll dhe çka ju ka shtyr me ndjek atë. Ka qenë një fillim shumë i vështirë, sepse ka qenë para 90-s. Kushtet kanë qenë shumë vështira, kam qenë nga një familje përsekutuar nga sistemi komunist. Dhe futbolli për mendimin tim është fat. Është Zoti me ka ndihmuar, kam pasur fatin, Zotin me vete që kam arritur deri ato maje, sepse çka në kombëtare në shqiptar është shumë e vështirë, por fillimi ka qenë shumë e vështira. Kemi qenë 7 kalamaj në familje, kam qenë i vogël dhe vëllezërit tjerë kanë qenë më mëdhenj shumë dhe ja dedikoj shumë vëllezërit mi, që më kanë ndihmuar, më kanë mbështet për të ecë në karrierë për të bërë futbollist. Është një emocion i jashtëzakonshëm, ekipi kombëtar Fanele Kuqëzia shumë e ranë. Shqiponia Kuqëzia është Nder dhe Kanari. Kam pas fatin e madh që të luaj edhe disa vite edhe me Shpresën dhe me kombëtarën. Jam krenar shumë, mendoj që kam përfaqësuar me dinjitet atë Fanel. Dhe ka qenë janë disa momente që edhe sot në jetë me qenë se ka disa vite që unë e kam lënë futbollin, përsëri kudo që në çdo vend Shqipërisë, në Tiranë, në Shëngjin, kudo të shkoj, përsëri respektohemi dhe na nderojnë për të profesionin që kemi pasur në ekipin kombëtar. Cili është momenti më i paharrueshëm gjatë karrierës tuaj si futbollist në atë? Kam shumë momente, por momenti shumë i rëndësishëm është kur kemi luajtur me Gjermaninë në Tiranë, dhe aty kam markuar lojtarin më të mirë të botës, që ka qenë Jürgen Klinsmann, gjermani i madh. Edhe kur kam shënuar golin në Moldavinë kombëtarën, që kam qenë mbrojtës, nuk kam qenë sulmues, ka qenë një moment i veçantë dhe që nuk e harroj, domethënë një nga momentet më të krenare të mia në futboll. Cili ishte kundërshtari ndoshta më i fortë me cilin jeni përballë? Janë shumë. Janë përballë me shumë, por një nga më të vështirë që kanë qenë në jetën time ka qenë Shevchenko. Ukrainësi Shevchenko që ka luajtur tek Milani, lojtar shumë i madh, lojtar magji. Pastaj janë shumë, kam luajtur me shumë lojtarë, kam luajtur me Luis Figo, me Klinsmann, me Mateus, me Stoichkov, Butragueño, Laudrup, një gjenerat shumë e madhe, shumë e lavdishme. Edhe jam krenar që kam qenë të tregoj brezë dhe fëmijët mi që çka kam bërë në këtë fushë. Kam luajtur në Greqi, kam luajtur në Kipër, kam luajtur në Zvicër. Një eksperiencë e jashtëzakonshme. Kam lënë aty një gjurmë. Grekët kanë futbollin shumë zhvilluar edhe në Kipër. Kam luajtur 3 vite me Sukol Kushte bashkë një ekip. Dhe mendoj që edhe atje kam lënë një gjurmë të pashlyeshme tek tifozët grek dhe Kipriot. Jam shumë i nderuar dhe shumë i respektuar edhe sot. Me cilën prej ekipeve ndoshta më të njohura të ka rënë me lujt, edhe që të ka dukur? Kam luajtur kundër Manchester United në Kupën e Evropës. 2 herë, edhe në Greqi dhe në Old Trafford. Çush ishte si eksperiencë? Është një eksperiencë nuk mund të rikthehet, e pabesueshme.
janë çaste që janë të pabesueshme. Kam qenë që në mbrojtës, kam qenë me i mbrojt golat, Po. po ndërkohë kam shënuar disa gola, shumë gola kam shënuar. Kam shënuar shumë në Greqi, sepse në Greqi nuk kam luajtur pozicionin e mbrojtës, kam luajtur me pozicionin e mesit të fushës. Mund të them që kam shënuar në një vit më shumë kam bërë 12 gola në një sezon, që është shumë për mua, sepse nuk ka shënuar. Tash nëse e kishe zgjedhë një ndeshje që e ke luajt, cilin kishe dashur me rikthye edhe një herë? Neshin me Gjermaninë. Pse? Neshin me Gjermaninë në Spanjë, sepse kemi qenë deri në minutën 80 në avantazh 2-1 kundër Gjermanisë. Dhe na ka mund Gjermania për 2 minuta, na ka bërë 2 gol, na ka mund 3-2. Është nesha më dhimbshme që nuk e harroj kurrë. A ka pas momente që ke thonë jam i zhgënjym edhe s'po du me vazhdu me Jo, futboll? jo asnjëherë. Jam karakter e tillë që nuk dorëzohem lehtë. Si shihni futbollin shqiptar në krahasim me në kohën kur keni luajt ju? Nuk mendoj ka ndryshu kohrat, ka ndryshu dhe rrethanat, por mendoj që brezi im nuk përsëritet më. Po të marrësh brezin tim për shembull lojtarët e artë, Kushta, Demollari, Muça, Strakosha, Vata, janë lojtarë që nuk vinë më, ne kemi pas një karakter tjetër si brez. Kemi qenë shumë më të fortë dhe më të disiplinuar. Çfarë mendoni që i mungon sot futbollit shqiptar për ne me nxjerrë ndoshta pa Mendoj që i mungon shpirti i garës. Pra gara, lufta, vendosmëria janë shumë gjëra që nuk e kanë. Këto një brez që janë lindë dhe rrit jashtë shtetit dhe nuk e kanë atë ndjenjën e luftës dhe të shpirtit të garës. Për ty, si Salvador Kaçaj, cili është futbollisti më i mirë ndonjëherë në shqiptari? Pa diskutim Fadil Vokri, i gjitha kohërave, i gjithë shqiptarisë, jo vetëm i Shqipërisë, por i gjithë shqiptarisë, është i pa rritshëm dhe i pa përshtatshëm. Ju keni qenë edhe shok. Po, shumë shok. A mundesh më na tregu pak çush kanë qenë raportet me ta, çush e kujton, çfarë personi ka qenë? Po, patjetër. Unë kam pas nderin dhe jam shumë krenar dhe nderuar që kam pas mik. I kam dhënë titullin qytetar nderit i Shëngjinit. Ai e ka merituar dhe meriton edhe sot të jetë qytetari i çdo qyteti të Shqipërisë dhe të shqiptarisë. Është personazhi që ka futur Kosovën në UEFA dhe në FIFA, e ka antarësu. Kam qenë pjesë e stafit të tij në mbështetjet e kësaj fushate që ka qenë personale e tij, ku e ka ndihmuar me ish presidenti asaj kohë Zë Blatter i FIFA-s dhe Michel Platini, dhe sekretari i përgjithshëm i UEFA-s, Teodoridis, që është miku im, që është dhe sot sekretari i përgjithshëm, gjeneral sekretari i UEFA-s, dhe është një inkursion dhe një realizim personal i Fadil Vokrit. Domethënë, mendoj që futja e Kosovës në FIFA dhe në UEFA e ka hyrë në Fadil Vokri. Vetëm domethënë aftësia e tij, figura e tij, sjellja e tij ishte tillë që ata ishin gjithë pro figurës tij kaq të madhe dhe vjen shumë mirë dhe Kosova e ka respektuar. Stadiumi e ka busin shtatorë kanë vënë etj, por nuk do ta harroj Fadil Vokrin sepse është një legjendë e përjetshme. Pas një karrierë të suksesshme, qysh edhe e the për futboll, çka ju shtyni me hi në politikë? Dashuria për vendin tim, për Shëngjinin dhe për ta ndërtuar, siç mendoj e kam bërë sipas vizionit tim. Kam bërë një qytet bashkëkohor, më ka ndihmuar shumë edhe eksperienca me Kosovën, më ka ndihmuar shumë ish kryetari i Gjakovës, i asaj kohë Palekaj, me eksperiencën e tij, më ka ndihmuar shumë edhe ish kryetari i Deçanit, i asaj kohë Rasim Selmanaj, për ta bashku Shëngjinin me Kosovën. Ka dhënë ndihmë të jashtëzakonshme. Edhe Shpen Ahmet që ka qenë kryetar i Prishtinës, gjithë bashkë, edhe Isa Mustafa ka qenë kryetar. Pra, me ka ndihmuar në dhënien e eksperiencës, në dhënien e bashkimit dhe të afrimit kosovarëve në Shëngjin. Mendoj që Shëngjini të shimë si kosovarëve, i shqiptarëve të Kosovës, s'ka kosovarë, po shkrahinë është Kosova, e jona. Kështu që mendoj që është i vetmi plazh në Shqipëri që nuk derdh ura të zeza. Që e kam bëjnë pjanë urave të zezave këtu, e kam përfunduar në vitin 2013. Kam bërë lungëmarrën, e kam bërë infrastrukturën, lungëmarrën Wilson, pra shëtitoren, infrastrukturën. Mendoj që kam dua dhe dashur Shëngjinin, vendin tim, fshatin tim, qytetin tim, qytetarët e mi gjithë, dhe mendoj që jam përkushtuar
me gjithë shpirt për ta ndryshuar dhe besoj kam arritur qëllimit. Për cilin projekt realizuar deri sa keni qenë kryetari i Shëngjinit ndjeheni krenar edhe që mbajeni mend Për Lungomaren, për shitoren Wilson. Që dhe the. Kjo është vepër që sepse kjo me këtë kam nda dhe ndërtimet për Ranës me pjesën tjetër. Po. Që ka qenë vija ndarëse e studimit e urbanistik. A mendoni që se Shëngjini e ka marrë atë zhvillimin që e meriton sot? Mendoj, mendoj që e ka marrë atë që e meriton, po duhet të bëhet më shumë investim, sidomos në infrastrukturën e hyrjen e Shëngjinit, do të ketë mendoj dhe besoj që rruga Milot Balderaj do ta zhbllokojnë të Zalla Mahit Madhe ose të trafik ose këtë bllokim që bëhet në sezonin e verës. Cili ka qenë ndoshta vendimi më i vështirë që e keni marrë derisa keni qenë kryetar? Vendimi më i vështirë ka qenë kur qeverisja e sotshme e Edi Ramës në vitin 2013 hoqi Shëngjinin nga komunë, nga bashki që ishin bashki dhe e bashkoi me Lezhën. Ka qenë akti më kriminal që mund bëjë një qeverisje. Sepse Shëngjini është port, është një nga 3 portet e Shqipërisë, ka 4 portet. Dhe fatkeqësisht Edi Rama dhe qeverisja e tij e ka heqë nga harta. Sa ju ka ndihmuar ndoshta disiplina e futbollit për me udhëheq një vend si Shëngjini? Mendoj shumë. Sportistët, çdo sportist kemi karaktere të veçantë dhe karaktere shumë forte, kështu që më ka ndikuar shumë edhe ajo. Do daj një urim për Kosovën. Po. Të uroj Kosovën që të shikojnë mbrapa, mos harrojnë kush na ka kriju, kush na ka lindë si shtet. Edhe besoj ju e kuptoni vetë një gazetar që ten SBA-ja, Amerika. Pa Amerikën kam frikë se nuk dukesh më qenë si shtet Shqipëria. Sepse armiku është të dera shtëpisë, e dim shumë mirë kush është Serbi, është Miloševići, dhe Kosova mos harrojnë ata që na kanë ndihmuar dhe na kanë kriju si shtet. Dhe i uroj Kosovës që ketë zhvillim sa më lavdishëm, sa më të pro-europian, pro-amerikan, dhe tjetë një shtet bashkohor që sa më shpejt është në Bashkimin Evropian. Unë kam qenë, si thashtë, për filluesin e rinj kam shumë simpati, nuk e thash, për Zhegrovën. Ky është një lojtar që ka qenë personalisht e ka përzgjedhur Fadil Vokri. Do thënë është lojtari i tij që ka marrë qetë vogël, ka bind dhe ka prute me lutë aty. Dhe ju uroj gjithë futbollistë brezëtrive to punë, dhe punë bashkë çdo gjë në jetë. Dhe me këmbgulje dhe me vendosmëri.